Një 29 vjeçar ekzekutohet me armë në Durrës, autori djegin makinës pas atentatit, viktima me precedent penal nuk dihen motivet e krimit. Gjykata dënon me 2 vite e 8 muaj burg ish kreun e prokurorisë së Vlorës, Aurel Zarka, ndryrë në disa çështje me styre edhe në dosjen Toyota Yaris. Pas 100 ditëve në burg Erion Veliaj deklaron se po mbahet në qëllim me një vendim arbitrar, ai ishte i bindur se shumë shpejt do të rikthehet në detyrë. Avionet chartera të parë me turistë barkojnë në Shqipëri në fund të muajit maj, vizitor nga Spanja, Portugalia, vendet baltike me interes të lartë për Brexit-in. Ora 19 mbrëma nga Vizion Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve, ishin titujt, shkojmë me radhë. Qyteti i Durrësit u trondit nga një atentat që i mori jetën një të riu, një 29 vjeçar u qellua me breshëri automatiku Kalashnikov, sapo parkoi makinën në zonën ku banonte. Uniformat blu gjetën një automjet të djegur pranë fshatit Gërdec, që dyshohet se u përdor nga atentatorët. Policia konfirmoi se viktima ka pasur precedent penal në të shkuarën. Ky është momenti kur 2 persona qëllojnë me breshëri automatiku nga një makinë lëvizje 29 vjeçarin Ermir Dedja pak pas mesnate në lagjen numër 18 të Durrësit, duke lënë atë të vrarë. Pamjet tregojnë edhe momentet kur njerëzit largohen në panik pas atentatit. Nga informacionet e para, dyshohet se autorët kanë qenë në gjurmim të riut. Pasi kanë kryer vrasjen, ata janë larguar nga vendngjarja me automjetin që duket në pamje. Makina tip Seat është gjetur e djegur në afërsi të Gërdecit dhe rezulton me targa të vjedhura, ndërkohë në sediljet pas efektivet kanë gjetur edhe një Kalashnikov, që është përdorur për të kryer vrasjen. Mjeti është marrë nga policia e Durrësit, ku po verifikohet numri i shasis. Ndërkohë rezulton se riu është qelluar sapo ka parkuar makinën e tij tip BMW. Në zona i kishte miq të tij, të cilët janë marrë në pyetje, por dëshmia e tyre nuk ka ndihmuar në identifikimin e autorëve, që dyshohet se kanë qenë 2 persona. 29 vjeçari që u bë shënjestër e atentatit ka ndëruar jetën në spital si pasojë plagëve të marra. Një banor e një pallati përballë vendit të ngjarjes ka deklaruar se dëgjoi breshëri arme dhe në fillim mendoi se bëhej fjalë për fishek zjarr. Nga dritarja i ka parë një person të shtrirë në tokë dhe ka kuptuar se bëhej fjalë për vrasje. Sipas tij, pak më vonë mbërritën forcat e policisë dhe më pas autoambulanca që transportoi trupin e të riu drejt spitalit të Durrësit. Viktima rezulton person me precedent penal. Në vitin 2015, Ermir Dedja është arrestuar pasi i kishte shitur drogë një grupi personash që synonin ta transportonin atë nga pika kufitare Morinës drejt Kosovës. Në një tjetër rast, në vitin 2017, ai është arrestuar pasi kishte përkrahur Ismail Nuredinin në një plagosje në Shijak. Policia po shqyrton pamjet e regjistruara nga kamerat e sigurisë për të kuptuar më mirë dinamikën e ngjarjes. Gjykata e posaçme ka dënuar sot me burg ish prokurorin e Vlorës me 4 vite burg, Aurel Zarka, por për shkak të gjykimit të shkurtuar ai u dënua përfundimisht me 2 vite e 8 muaj burg. Gjithashtu Zarkës ju hoqet drejta e ushtrimit të funksioneve publike për 5 vitet e ardhshme. Zarka u arrestua në korrik të vitit të kaluar, dyshohet se në bashkëpunim ka kryer korrupsion dhe ka ushtruar ndikim të palishëm për 8 çështje penale që po hetoheshin në 4 prokurori të ndryshme, ku përfshihet edhe dosja Toyota Yaris. Sipas SPAK-ut, ish prokurori Aurel Zarka ka përdorur pushtetin për të ndryrë në hetime dhe për të lehtësuar pozitën e personave të caktuar. Erion Veliaj e konsideron një vendim tërësisht arbitrar mbajtjen e tij në qeli prej 100 ditësh. Në një reagim në rrjetet sociale, ai thotë se po pengohet forcërisht për të ushtruar detyrën e kryetarit të Bashkisë të Tiranës. Megjithatë, Veliaj shprehet i bindur se do të rikthehet për të shërbyer qytetarëve që e kanë zgjedhur me votë. Përmes një deklarate në Facebook, Erion Veliaj 100 ditë pas arrestimit të tij shpreh se ndalimi është i padrejtë dhe pas një bazë ligjore.
Shumë të dashur miq, sot bëhen 100 ditë nga burgimi im pas një justifikim të arsyeshëm. Ndalimi im I padrejtë dhe arbitrar vazhdon, megjithse nuk jam akuzuar për asnjë vepër penale. Veliaj thot se mbetet I vendosur në përkushtimin ndaj qytetarëve. Ai siguron se do të ndjek të gjitha rrugët ligjore për të siguruar lirimin e tij dhe për të vijuar detyrën si kryebashkiak. Po pengohem forcërisht nga ushtrimi I detyrave të mia si kryetar I zgjedhur me votë masive 3 herë I Bashkisë së Tiranës. Vazhdimi I këtij paraburgimi nuk përbën vetëm një sulm ndaj meje dhe familjes sime, por është edhe një ndërhyrje e panevojshme dhe jo proporcionale në përmbushjen e detyrave publike që më janë besuar nga qytetarët e Tiranës. Pavarësisht burgimit, mbetem I papërkulur. Çdo ditë që kalon, ma forcon edhe më shumë vendosmërinë. Angazhimi im ndaj Tiranës, ndaj jush, ndaj demokracisë, sundimit të ligjit dhe të ardhmes së Shqipërisë mbetet I palëkundur. Do të vazhdoj të ndjek të gjitha rrugët ligjore për të siguruar lirimin tim, në mënyrë që të vazhdoj të shërbej qytetit ton të mrekullueshëm, si kryebashkiaku juaj. Një ditë më parë, avokatët e kryebashkiakut të Tiranës ju drejtuan gjykatës së lartë me rekurs për ndryshimin e masës së sigurisë. Ministri jashtëm Igli Hasani ka pritur sot në Tiranë ministren daneze për çështje të Europës. Ata kanë diskutuar për shumë çështje, mes të cilave edhe për sfidat e sigurisë dhe antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Vizita e ministres daneze vjen vetëm 2 ditë para konferencës së PEST, ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, ku do të çelet grup kapitulli I 3 I negociatave. Gjatë një deklarate pas takimit, ministri Hasani u shpreh: "Ky hap përbën një tjetër fazë të rëndësishme në procesin e negociatave brenda aktivitit çelim grup kapitujt e mbetur, ndërsa brenda vitit 2027 I përfundojmë negociatat duke pasur 2030-ën si pikën më të fundit ku Shqipëria ulet e barabartë mes të barabartëve në tryezën e vlerave të Bashkimit Evropian", shkruan ministri I jashtëm Igli Hasani. Kthehemi te zgjedhjet. Numërimi I votave është tashmë një proces I mbyllur, duke vulosur mandatin e 4 për Partinë Socialiste. Të vetmit që shpresojnë një rezultat ndryshe janë disa kandidatë që kërkojnë të shohin pamjet filmike. U deshën 10 ditë kohë që Komisioni Qendror I Zgjedhjeve të ketë një rezultat final sa I takon numërimit të votave brenda vendit dhe jashtë vendit, ndërsa Partia Socialiste vijon të mbetet forcë e parë. Gara për subjektet politike përfundoi e para, ndërsa selektimi I votave preferenciale për kandidatët ishte I jetshëm dhe me përplasje. Përfshirja për herë të parë e votës së diasporës u dha shansin disa kandidatëve të fitojnë një vend në sallën e parlamentit, ndërsa të tjerë që mbetën jashtë me një diferencë të vogël votash kërkuan rishikim të pamjeve filmike gjatë procesit të numërimit. Nga Parku Olimpik, drejtuesi politik I diasporës në PS Tauland Badha ju bëri thirrje kolegëve të ruajnë qetësinë dhe të besojnë në procesin e transparencës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Secili ka të drejtë për të kërkuar për të bërë transparencë, por fal parashikimeve të vendosura në kodin zgjedhor prej shumë vitesh tani më, është Komisioni Qendror I Zgjedhjeve që do të bëjë një transparencë të plotë të këtij procesi në një fazë tjetër. Ndërkohë që të gjitha palët që kanë, le të themi, pretendime, ka një mënyrë se si bën këto pretendime dhe unë u shpjegova, kodi zgjedhor parashikon që partitë politike kanë një proces. Pas pretendimeve të ngritura më herët, deri më tani, mësueset Xhemal Qefaliaj dhe Edil Lagjona janë tërhequr nga kërkesa për rishikim të pamjeve filmike. 2 kutit e fundit që u numëruan ishin në KQZ, pasi më herët ishin konsideruar të pavlefshme, kryekomisioneri urdhëroi rinumërimin e tyre, përkatësisht një kuti e përrenjasi dhe një tjetër në Manz, ku rezultati u pasqyrua krah Partisë Socialiste. Në mënyrë të përsëritur një farsë elektorale e ka quajtur Sali Berisha procesin zgjedhor të 11 majit. Duke pretenduar se gara ishte e padrejtë, Kryeudemokrat premtoi se Rama nuk do ta gëzojë sipas tij pushtetin me vota të vjedhura. Kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha doli para gazetarëve për të mbrojtur tezën se 11 maj ishte farsë elektorale, duke theksuar se tashmë betejë e opozitës është faktoi pa rregullësitë e të informoj faktorin ndërkombëtar. Dhe unë e njoftoj Edi Ramën se në absolute pushtet mbi këtë farsë nuk do mund të qëndrojë. Berisha shfrytëzoi dokumentin e Kopenhagenit për zgjedhjet lira për shpjeguar diferencën mes realitetit elektoral në Shqipëri dhe parimeve mbi të cilat duhet bazohen zgjedhjet e lira të ndershme. Palët zotohen. Thot
dokumenti Kopenhagen, se do mbajnë zgjedhje të lira periodike, në të cilat do të garantojnë në praktik prehjen e mendimit të zgjedhësve në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Të pyes çdo qytetar, si u zgjodh Blendi Gorgjia, si u zgjodh Sara Mile, si u zgjodhën liste e kandidatëve që u mbështeten nga banditët në parlament. Parimi tjetër që sipas liderit të opozitës u shkel është parimi ndarjes nga shteti e partia dhe ai një gare të barabartë. Se cila është barazia në këto zgjedhje, ku njëra palë shpërndan 500 milion euro prokurime dhe koncesione, 76 milion euro bonus për vota, 200 milion euro gjobat falura për vota. Nga ana tjetër, Sali Berisha shmangu çdo debat për gabimet e vetë opozitës në këtë betejë, duke u dalë në mbrojtje edhe alatëve, të cilët morën 8 vende të sigurta në parlament. Duhet parë kontekstin. Në kontekstin e një farse elektorale, farsa është farsë, nuk është zgjedhje. Për shkak sistemit është e vështirë të matë shpeshën rale të çdo partie në koalicion, por vota personale e kandidatëve në listë hapur tregon deri në një farmase sa kanë ndikuar ato në rezultatin e koalicionit. Për shembull, Partia Lirisë mori 4 deputet të sigurt, por Ilir Meta, i cili garoi në listën e hapur të Tiranës, mori vetëm 7.891 vota, ndërsa Shpëtimi Drizi, i cili mori 1 deputet në listë të mbyllur, vetë arriti të fitojë vetëm 1.991 vota. Pra, ky rezultat i rënd për Partinë Demokratike nuk ka shanse që të konsiderohet apo të analizohet nga Partia Demokratike përveç se si farsë. Do të bisedojmë me analistin Ergjys Mërtiri, mi mbrëma. Ergjys, çfarë tregon ky qëndrim i Partisë Demokratike? Farsë dhe vetëm farsë? Po, është qëndrimi një partie e cila nuk ka vullnetin të reformohet, nuk ka vullnetin të pranojë rezultatin, sepse nuk ka vullnetin të pranojë realitetin. Realiteti tregon gjë tjetër, tregon që kjo parti nuk është më një parti konkurruese, nuk është një parti më alternativë qeverisë. Dhe kjo për shkak se ajo parti ka mbetur te figurat të vjetra, ka mbetur tek të njëjtët udhëheqës, ka mbetur në 91-shin akoma. Dhe duke qenë se kjo parti nuk pranon të ndryshojë, nuk pranon tashmë as realitetin e ri dhe përpasoj kërkon të tërheq gjithë opozitën shqiptare në vorbullun ku ka hyrë drejt një vetë shkatrimi. Për mua është një problem i madh sepse Partia Demokratike ka lënë sot vendin pa opozitë, sepse përveç se nuk ofron vetë alternativë, pengon dhe lindjen e alternativa të reja, ka sulmuar çdo alternativë të re që është shfaqur, nuk pranon të bëj themi aleancë me asnjë tjetër dhe përpasoj thjesht mban Ramën pushtet, i zgjat Ramën një pushtetit i zgjat jetën një pushtetit korruptuar si ky i Ramës. Berisha sot i ka quajtur këto zgjedhje si zgjedhjet më të këqija në historinë e pluralizmit në Shqipëri. Mund të kujtojmë së bashku zgjedhjet e vitit 1996. Kujtojmë se atëherë Partia Demokratike në atë proces mori 122 deputet mandate për 140 që ishte parlamenti dhe në atë kohë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtu po dalte pyetja, insistuan që zgjedhjet të përsëriteshin në 40 zona, kaq të këqija ishin ato. Kurse sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende nuk kanë folur për këto zgjedhje. Sa qëndron nëse mund të qëndrojë ky krahasim? Ky krahasim mund të qëndrojë ndoshta nga rezultati. Rezultati i zotit Berisha është i ngjashëm atë të rezultatit të PS-s në të 96-s. Për mua rezultati i zotit Berisha është që nga 97 nuk ka pasur ndonjëherë në opozitë të lloj rezultati. Por kjo jo për fajt të vjedhjeve, sigurisht që këtu vjedhjet nuk kanë asnjë standard, sigurisht që këtu ka pabarazi në garë, këtu ka fenomene pafund të devijimit për vullnetit votuesit. Por përpara se sa Berisha të kërkoj të drejtën e tij, duhet t'ju jap publikut të drejtën që publiku ka. Në qoftë se ti në një ndeshje futbolli rrihe 7-0 për ta thjeshtuar, nuk mund ta kosh apo nuk mund të ngresh çështje se një gol nga 7 të tillë ishte offside. Ti ke ngrënë 6 tjerë dhe duhet të japësh llogari për këta 6 tjerë. Dhe Berisha po kërkon që të devijojë vëmendjen nga humbja e thellë e tij tek vjedhja që u bën nga pala tjetër. Në thelb këto zgjedhje treguan qartë se kjo opozitë është tashmë e falimentuar, e shkatruar dhe kjo duhet të jetë perspektiva nga duhet filluar analiza.
Duhet kemi parasysh që në shkenca politike është shumë e njohur psikologjia e armikut që prodhohet kur një forcë politike pretendon se hyn në një betejë, në një luftë. Psikologjia e armikut prodhon pezullimin e kritikës së brendshme të kësaj force politike. Dhe gjithmonë përhapja e një betejë, pra nisja e një betejë, nisja e një lufte bëhet për të penguar që zërat e arsyeshëm të kërkojnë llogari brenda forcës politike. Dhe Berisha për këtë po e bën, për këtë po e nis luftën. Ergys, faleminderit për këtë analizë drejt për drejt, ne do të ecim më tej. Turistë nga Spanja, Portugalia dhe vendet baltike do të vizitojnë Shqipërinë gjatë muajit maj, kur pritet edhe ardhja e avionëve të parë charter. Operatorët thonë se interesi i thuajve për Bregdetin shqiptar është rritur edhe këtë vit dhe pritet një sezon i mbar. Në ditët e fundit të majit në Shqipëri zbresin charterat e parë me turist dhe fluturimet vazhdojnë deri në mesin e tetorit. Tur operatorët që merren me turizmin e organizuar tregojnë se të njëjtën do të vinë 4 charterat e parë për këtë sezon veror, të cilët do të sjellin rreth 800 turistë të huaj në total. Shtetërimi charter kemi spanjollët që ka disa vite që operojnë dhe fakt është treg që ka ndritje. Kemi nga Portugalia, kemi nga vendet baltike. Kjo është, domethënë, panorama. Domethënë, shpresojmë të rikthejmë fluturimet charter dhe vendet nordike. Për fluturimet charter ne kemi rritje rreth 15 mbi 15%, 15 deri në 20%. Varet nga ka hoteli që kanë edhe 20%, edhe 20%, ka hoteli që pëllën minimumi nga 15%. Veç destinacioneve tradicionale si Durrësi dhe Golemi, këtë vit turistët që vinë me fluturime charter pritet të pushojnë edhe në Vlorë. Për herë të parë këtë vit kemi futur edhe Vlorën, pra me fluturime charter, pra në mënyrë të organizuar. Konkretisht kemi çekët dhe polakët, cilët kanë marrë përsipër, le të themi, të fillojnë këtë vit me fluturime charter. Në fakt, ky ishte edhe një garanci që ne u dham, pas aeroportit do të ishte operativ. Shpresojmë që do të fillojnë nga fillimi qershorit për fluturime charter. Ndërkohë prej prillit, 3 herë në javë kryhen edhe fluturime Tiranë-Tel Aviv, të cilët sjellin turistë izraelit dhe kërkesa, sipas operatorëve, po shfaqet në rritje. Autoriteti për informimin mbi dokumentet e sigurimit të shtetit të kohës komunizmit ka bërë publike sot një platformë digjitale për kampin e Spaçit. Ajo përmban një arkiv të pasur me foto, dëshmi nga të mbijetuarit e burgut famkeq. Spaçi nuk ishte thjesht një burg, ishte një vend ku regjimi përpiqej të shkatëronte shpirtin e njeriut. Por aty lindi dhe një nga dritat më të fuqishme të lirisë, revolta e majit të vitit 1973. Nën këto kujtime, ishi dënuari politik Lek Mirakaj riktheu sot për jetimet e tij nga burgjet e diktaturës. Nuk është qesha ne që vujtëm, po si popull duhet jemi krenar që prodhum ato 2 momente historike. Revoltën e Spaçit dhe Qafës Bardh. U pagu, 4 djemë të ri, u mën jetën, por në lanë një detyrë që ne mos harrojmë. Se po harrum është, si thush, paradhome e përsëritjes. Mirakaj veç ndjesive të asaj periudhe ka edhe një kërkesë për të gjithë të mbijetuarit që janë ende gjallë. Të paktën shteti për këtë pjesë që ka ngel, duhet kujdeset dhe t'i garantoj një pension dinjitos aq sa e marrin ato kriminalët. Ato që i torturojshin këto njerëz kanë pensione speciale, kurse burgosur të jetojnë me një pension minimal. Po ashtu, Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit prezantoi sot krimin e një platforme digjitale, një arkiv moderne që dokumenton historinë e kampit të Spaçit dhe të burgosurve politik nëpërmjet dokumenteve zyrtare, dëshmive gojore, hartave, intervistave dhe materialeve edukative. Shumë gjëra nuk janë ditur dhe është kaluar në formë klishe, një burg mes shumë të tjerësh, por në fakt Spaçi ka shumë gjëra të cilat duhet treguar. Spari ne, duke qenë në arkiv, kemi evidentuar, kemi krijuar një koleksion të dokumentacionit arkivor që ne disponojmë. Përveç kësaj janë dëshmitë të dënuarve politik, janë shumë dëshmi, janë dhe fakte që janë gjetur aty, sidomos letërkëmbimi që është një dokument historik shumë i rëndësishëm ditare, vizatime, vepra arti që e pasurojnë shumë koleksionin. Kjo faqe e cila është aksesueshme nga çdo kush, është e konceptuar si një mjet ndërgjegjësimi dhe edukimi për brezat e rinj, duke sjellë të shkuarën në gjuhën e teknologjisë së sotme. Punën e të lirëve.
Kosova duket pa rrugdalje nga kriza politike, që përpengon prej muajsh krijimin e institucioneve të reja. Analistët thonë se shkaku kryesor i kësaj situate është mungesa e afateve në kushtetut për zyrtarizimin e kuvendit. Sipas tyre, gjasat janë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje. 18 seanca të dështuara dhe më shumë se 3 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, partitë politike në Kosovë duket se ende nuk kanë vullnetin për t'i dhënë zgjidhje situatës. Por pse po zgjat kaq shumë procesi i konstituimit të kuvendit? Sipas analistëve politik, dy janë arsyet. E para boshllëku kushtetues që nuk parashikon një afat për kryerjen e kësaj procedure dhe e dyta mungesa e vullnetit nga subjektet politike. Vakumin kushtetues, partitë po e përdorin për të fituar kohë deri në procesin e ardhshëm që është ai i formimit të qeverisë së re dhe i cili llogaritet me orë. Lëvizja vetëvendosje nuk e ka shumicën, qoftë për qeveri, qoftë për kryetar kuvendi. Dhe ka përzgjedhur këtë grop kushtetuese në mënyrë që t'i jap vetes kohë për të provuar të krijojë artificialisht një shumicë të cilën nuk e ka. Problemi i dytë qëndron se as opozita nuk është se i kanë numrat për të krijuar qeverinë në rast se zoti Kurti dështon. Sepse nëse nuk krijohet shumicë prej 80 deputetësh në zgjedhjen e presidentit që vije diku në prill të vitit të ardhshëm, atëherë vendi rrezikon të shkojë në zgjedhje. Sipas analistit Hoxha, bashkimi i forcave të opozitës në këtë fazë do t'ju kushtonte atyre elektorat në zgjedhjet e ardhshme, të cilat do të ishin të pashmangshme. Megjithatë, peshën kryesore të përgjegjësisë e mban Albin Kurti dhe vetëvendosja si e vetme parti me të drejtë për të propozuar emrin e kryetarit të kuvendit. Zoti Kurti do t'i ketë maksimalisht 20 ditë për të krijuar shumicën që nuk e ka. Dhe nëse nuk arrin ta bëjë këtë shumicë për 20 ditë, atëherë humb mandatin dhe mandati do t'i shkojë një personi të dytë, i cili e bind presidentin se mund ta krijojë shumicën. Dhe besoj se zoti Kurti nuk ka interes për të bërë zgjidhjen përderisa nuk e ka shumicën e garantuar për të krijuar, për të marrë mandatin tjetër si kryeministri i Kosovës dhe këtu qëndron problemi thelbësor. Analisti Blerin Burjani vlerëson se një rol më konkret në këtë proces do të kishte faktori ndërkombëtar, i cili sipas tij po qëndron larg për shkak se nuk e do Albin Kurti në një tjetër mandat në krye të qeverisë. As ata janë të interesuar më ndërmjetësu për shkak të politikës që udhëheq nga VV-ja këto 4 vjet të fundit kundërshtim me interesat e shumta të ndërkombëtare. Ata po vlerësojnë që nuk e meriton VV-ja mu angazhu bashkësia ndërkombëtare me zgjedhje për VV-n. Ata nuk kanë fort intereson këtë punë, sa ajo po shihet. Do të mbetet për të parë nëse subjektet politike do të arrijnë një marrëveshje mes tyre apo çështja do të vazhdojë përmes një procesi të gjatë nga gjykata kushtetuese apo në një gjykatë tjetër ndërkombëtare. Shanset më të mëdha në këtë pikë janë për një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, ose në të kundërt, vendi do të shkojë në zgjedhje të reja përpara shtatorit. Ka qenë një tjetër mbrëmje e jashtëzakonshme e djeshmja në fermën VIP. Të shohim çka ndodhur. Mbrëmja e së hënës në ferma VIP 2 solli një tjetër spektakël plot emocione, përplasje dhe rrëfime personale. Prajmi i 15 ishte një përzierje e fortë debatesh të ndezura dhe momentesh të tjera që mbajtën publikun të mbërthyer pas ekranit të Vision Plus. Hajde, sa të bukur që jeni bërë! Të tjera formula u shfaqën gjatë mbrëmjes. Publiku ishte ai që kishte sërish në dorë fatin e fermerëve. 4 më të votuarit, Frederiku, Ylli, Andueli dhe Nena u bën pjesë e sfidës. Në bazë të një ndarje në 2 grupe dyshe, nga kryefermer Andueli ju desh të përballeshin me njëri tjetrin. Dhe për Frederiku dhe Anduelin që do të bëjmë patjetër. Shkathësia, shpejtësia dhe durimi ishin elementët që përmbante sfida, nga e cila dolën fitues grupi Ylli dhe Nena. Si pasojë e këtij rezultati, dyshja Frederik Anduel që dolën edhe humbës të kësaj gare, kaluan automatikisht në televotim për eliminim. Një tjetër moment i tensionuar erdhi pas një detyre të vendosur nga Agaj, i cili u kërkonte fermerëve të shprehnin 3 defekte që shikonin te njëri tjetri në mënyrë anonime. Ndikohet nga njerëz të caktuar. Pas transmetimit të klipit, përplasjet u përshkallëzuan duke reflektuar tensionet e akumuluara mes fermerëve. Çfarë të them? Këta që më thu tash. Çfarë të them? Këta që thu tash. Spektakli mori një kthesë emocionale kur Nena ndau me publikun historinë tronditëse të jetës së saj.
Nga divorci i prindërve te konflikte tragjike, emocionuan jo vetëm fermerët, por edhe publikun. Non-stop me ardh, me jetu në shtëpiton. Një surprizë e papritur nga dy motrat e saj, Nita dhe Suela, pasqyrua një tjetër dimension të nenës. Prajmi i 15 i Ferma VIP 2 ishte një pasqyrë vërtet intensiteti që po fiton spektakli javë pas jave. Tashmë mbetet për të parë se çfarë do të sjellë televotimi dhe si do të evoluojë dinamika mes fermerëve në javët e ardhshme. Ndërsa ju mos harroni të ndiqni 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanale të dedikuara të platformës Stream, si dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus. Përfunduam edicionin kryesor të lajmeve për sot e martë 20 maj. Ju urojmë mbërmjet të këndshme.